Si ka nisur dita sot, Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, në fakt me përfundime procesit zgjedhor elektoral, po i kanë filluar të rikthehen në dyert e gjykatës. Është radha e ish deputetes Monika Kryemadhi, e cila paraqitet sot, pasi nuk ka mundur të fitojë një mandat më 11 maj, por e nuk kandidoi për të përballur me një proces gjyqësor. Një padinë ndaj saj për shpifje është tashmë e hapur në gjykatën e posaçme. Është ish juristi operatori shpërndarjes energjisë elektrike Romeo Karaj, i cili ka paditur zonjën Kryemadhi për shpifje. Gjithçka lidhet me dosjen Çesdia ose për procesin e famshëm ku aso kohë ishte ministri i ekonomie bashorti apo ish bashorti i zonjës Kryemadhi, ish presidenti Meta, i cili u dyshua për një aferë me Kastrioti Ismailën, proces të cilin e ka ender të hapur. Nga ana tjetër ish administratori i Çesdia për borxhet dhe kompanisë Dia Kastrioti Ismaila ka një proces dënimi tashmë nga drejtësia shqiptare për një aferë miliona euro për vjedhje nëpërmjet marrjes së borxhit që shqiptarët kishin ndaj OSHE-s. Cili do të jetë qëndrimi i zonjës Kryemadhi apo pretendimet e Romeo Karaj do të jetë gjykata e posaçme dhe SPAK që do të vendosë për fatin e këtij procesi, arsyeja pse është në gjykatë posaçme dhe pse zonja Kryemadhi ka bërë një reagim teksa vinte në ambientet e gjykatës posaçme. Shpreh se gjithë dynjaja shkon në një gjyq civil për shpifje, ndërsa unë vi këtu. Arsyeja që ajo vjen këtu është për shkak se gëzon ende mandatin e deputetit derisa të konstituohet parlamenti i ri dhe subjektet të ligjit apo të jurisdiksionit gjykatës posaçme dhe SPAK qofte edhe për veprën penale të shpifjes është GKK. Kjo është arsyeja pse padia është bërë këtu dhe është hapur procesi këtu. Aktualisht ata janë duke u përballur në sallën e gjyqit e në këto momente që ne jemi në transmetim të drejt për drejt. Po, Aida. E kuptoj. Ndërkohë, Monika Kryemadhi ka nisur dhe ka qenë her pas here në vijën e parë për çështjet e incineratorëve. Ka lidhje sot, Arsen? Në fakt ka bërë denoncime, ka patur reagime publike, ka dhënë deklarime, ndërsa edhe pse tha se jam sot për incineratorin, aktualisht ajo është në një proces shpifje, ndoshta për Çesdia apo për incineratorin këtë ende nuk e kemi zbardhur, por Romeo Karaj ka përfaqësuar si jurist në procesin qoftë në gjykatën e arbitrazhit, qoftë për gjatë reagime publike këtu, por e procesit gjyqësor këtu. Çesdia çka lidhet me mbledhjen e borxheve nga ish kompania çeke e cila menaxhoi për disa vite operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, i njohur aso kohë me emrin Çes, dhe borxhet e cilit i mblodhi kompania Dia Development International e Kastrioti Ismailit, i cili u dënua dhe u përball me drejtësinë. Por nga ana tjetër rezulton se është personi i cili është pyetur edhe nga prokuroria e posaçme në raport me marrëdhënien me ish e prokurorin e tij zotin Meta. E kuptoj. Ndërkohë, për të dalë përtej kësaj, Arsen, dhe për të parë dhe çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me dosjen Ura. Ka detajet e tjera nga hetimet? Në fakt vijojnë kontrole qoftë operacionale dhe forca Arenea, edhe mbrëmjen e djeshme kanë kryer disa kontrole në Shkodër, në Durrës edhe në Shijak, aty ku dyshohet se disa prej personave ende të pakapur fshihen dhe i shmangen drejtësisë. Paktën nga gjitha kontrollet që ka bërë policia e shtetit, prokuroria e posaçme, byroja kombëtare e hetimit, rezulton se shteta si i kërkuar dhe si pjesë e grupit ose një ndër antarët më të rëndësishëm të grupit, Elvis Doçi, njohur ndryshe si Visi i Pojës, nuk ka mundur të largohet në mënyrë ligjore apo në mënyrë të rregullt nëpërmjet kufirit shqiptar dhe sipas hetuesve ai fshihet në Shqipëri. Edhe mbrëmjen e djeshme janë kryer këto 3 kontrolle në Durrës, Shijak dhe në Shkodër, por ende nuk është bërë mundur lokalizimi i tij. Nga ana tjetër po punohet me partnerët italianë për të shkëmbyer edhe, le të themi, kërkesat për ekstradime. Disa prej personave të cilët kërkohen nga drejtësia shqiptare janë arrestuar në Itali, disa prej të kërkuarve nga drejtësia italiane janë arrestuar në Shqipëri. Vërtet janë 52 masa sigurie në operacionin Ura, por në realitet janë vetëm 34, pasi disa prej tyre janë masa të dyfishta, dhënë edhe nga drejtësia italiane, por edhe nga prokuroria e posaçme, çka do thotë që ky proces do të jetë i ndarë mes dy vendeve, ndërsa konsideruar të rëndësishëm për sa i përket procedimit penal qoftë Italisë apo qoftë Shqipërisë do të ekstradohen sipas marrëveshjes që do të kenë këto dy
prokurori të cilat kanë të hapur hetimin. Ndërsa pritet që ky proces të jetë i gjatë, jo vetëm për shkak të ekstradimit, por edhe deri në kapjen e personave të kërkuar, të cilët 4 prej tyre vazhdojnë ende të jenë në arrati. Ndërkohë, po përsa i takon paras, sa i takon pasurive, si veprohet Arsen në rastin konkret, sepse tu fol me shifra, më pas rezultoi që ato para ishin të një operacioni rreth një vit më parë në mos gaboj. Në fakt është vijimi i operacionit të ndodhur në vitin 2024, aty ku përgjatë një kontrolli u sugestruan 3 milion euro para kesh, por gjithsesi aso kohë u mohuan të jenë nga një aktivitet kriminal, por nga ana tjetër SPAK në këtë procedim penal i konsideron ato si pjesë e aktivitetit të grupit dhe thotë që ka sekuestruar këto para. Nga ana tjetër, jo vetëm ka sekuestruar këto para, por ka vendosur sekuestro preventive ndaj disa biznese, bare, restorante, por aktivitete tregtare të kompanive të ndërtimit. A do të shkoj më tej dosja ura, kur them do të shkoj më tej deri në çfarë nivelesh, sepse akuzat paktën publike, po këto janë në kuadër të analizës, flasin për hetime të cilat mund të jenë thelluara që shkojnë deri tek politikanë. Tjetër është kjo në raport me atë se çfarë po punohet ose administrohet në dosje, sepse këtu flasim për grupe të fuqishme, të caktuara, të cilat pretendohet që mund të kenë pati influenca deri në nivelet e politikës, në të gjitha sektorët e bizneseve. Aktualisht në fraksionin që prokuroria e posaçme ka në këtë procedim penal, po verifikohen veprimet e zyrtarëve, të paktën nga komunikimet qoftë efektive policisë, përmendet emri i ish drejtorit të policisë, i cili aso kohë në fakt ka qenë drejtori antiterrorit, zotit Gledis Nano, nga ana tjetër emri i Bledar Xhemalit, i cili aktualisht është kreu i mjekësisë ligjore, ka patur ndikim apo jo, ka patur aferë korrupsioni, ka patur bashkëpunim nëpërmjet Altin Morinës apo avokatit Armand Tragaj. Prokuroria e posaçme po i kryen këto verifikime si pjesë e personave që përmenden aty, por përmendja nga ana tjetër sipas SPAK jo domosdoshmërisht është përfshirje në krim apo në grup kriminal, do duhet faktohet. Deri në këtë moment SPAK thotë se nuk ka prova për të vijuar më tej, por nga ana tjetër procedimin penal për operacionin Ura e ka një fraksion të hapur për të kuptuar dhe për të verifikuar në mënyrë të hollësishme nëse ka apo jo edhe zyrtar të përfshirë që i kanë krijuar këtij grupi mundësi për të kontrolluar jo vetëm portin siç pretendohet, por nga ana tjetër të kenë akses edhe në të dhënat e policisë shtetit dhe agjencisë së zbatimit të ligjit në Shqipëri. Ndërkohë, krimi zgjedhor dhe hetimet që po bëhen nga SPAK, kemi hyrë në një fazë të rëndësishme, Arsen, që lidhet me zgjedhje të mundshme që mund ketë në disa bashki si pasojë e probleme me SPAK, siç është Tirana apo Rogozhina. Nga ana tjetër zhvilluam edhe zgjedhjet e 11 majit dhe diskutimet janë nëse mund ketë pra mandate të humbura. Por duhet kuptojmë gjithë së bashku se ku janë të përqendruara, çfarë ka ndodhur deri më tani dhe si mundet që ose ku mundet që të shkohet deri tek cënimi i një mandati si pasojë e hetimeve. Në fakt përsa i përket hetimeve të task forces për krimet zgjedhore dhe integritetit zgjedhjeve 2025, këto do ta kemi vjushmëri edhe në zgjedhjet lokale, të cilat pritet të jenë të pjesshme dhe së shpejti si në Berat, në Tepelen dhe në Mat, pra në qarkun e Matit. Por nga ana tjetër bilanci nëse mund ndikojë apo jo në humbjen e një apo disa mandateve nga kandidatët të cilët janë zgjedhur më 11 maj, kjo është ende herët për të folur, por mungon bilanci i prokurorisë posaçme. Veprimet më të fundit kanë përkuar ditën e djeshme në bashkinë e Pukës, aty ku nën kryetarit Nureddin Suma së bashku me disa pjesëtarë të tjerë të komunitetit në qytetin e Pukës u sekuestruar telefonin si të përfshirë dhe dyshuar për shpërdorim detyre dhe ofrimin e shpërblimit kundrejt votës. Ka mjaft qarqe të cilat janë të hapura, Shkodra, Tirana, Elbasani, Durrësi, Fieri, por bilanci nëse do ndikojë apo jo këto procese hetimore deri në humbjen e mandatit, aktualisht ajo sa kuptohet është jo. Gjithsesi do duhet presim si SPAK bëri publik strategjinë për të bërë publik edhe bilancin e këtij hetimi dhe çfarë rezultati u arrit, se deri më tani rezultati vetëm i hapur është arrestimi i babait të një prej kandidatëve në
qytetin e Fierit, e cila ishte nga lista e Partisë Social-Demokrate, dhe sekuestrimi por 10 telefonave vetëm për krimet zgjedhore. E kuptoj. Mirë, Arsen, tjetër ngjarje të cilat ne i presim gjatë ditës së sotme me dosje të cilat duket sikur edhe pse janë në afate ende flen dhe nuk është se po jetëzohen. Ato dosje që kemi konsideruar si të bujshme, ka zhvillime? Momentalisht ajo që ka prithet nga gjykata e posaçme është hedhja e shortit, ndoshta brenda edhe sot dhe nesër, por gjithsesi brenda javës është hedhja e shortit për të caktuar treshën gjykuese, e cila do të ketë në dorë procesin partizani aty ku zyrtarisht tashmë i panderë përballë drejtësisë është ish kryeministri Berisha, dhëndri i tij, biznesmen, por edhe kompani juridike apo SHPK, të cilat dyshohen për aferën e korrupsionit aktive pasiv, por edhe përfitimit në mënyrë të padrejtë edhe pastrimit të parave. Me marrjen e shortit do të kuptohet data kur do të nisë kjo seancë, cilat do të jetë trupa gjyqësore të një procesi i cili të paktën për të kaluar vetëm fazën e parë të gjykimit në themel dhe vlerësimit e hetimeve paraprake zgjati për afro 5 muaj. Faleminderit, Arsen.